Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka publikuar vendimet pas incidenteve dhe dhunës regjistruar në stadiumin Elbasan Arena. Si Elbasani, ashtu edhe Tirana janë dëshkuar me gjoba dhe me nga 2 ndeshje pa tifoz në stadiumet respektive. Elbasani u dënua me 500.000 lekë gjobë për mos garantim të rendit dhe sigurisë gjatë ndeshjes, lejim të hyrjes së personave të pa autorizuar në fushë, si edhe për hedhje sendesh dhe rrezikim të sigurisë së lojtarëve dhe zyrtarëve të takimit. Klubi do të luajë gjithashtu 2 ndeshje pa praninë e tifozëve, mas që do të nisë të zbatohet në sezonin 2026-2027. Ndërkohë Tirana është dënuar me 300.000 lekë gjobë për hyrje të tifozëve në fushë, hedhje sendesh dhe sjellje që rrezikuan sigurinë në stadium. Edhe Bardheblut do të zhvillojnë 2 ndeshje pa spektator. Vendime disiplinore pati dhe për klube e zyrtar të tjerë. Sopoti u gjobit me 300.000 lekë për hedhje sendesh dhe kore fyese nga tifozët, ndërsa zyrtari i Bylisit, Arbërsino, u pezullua me 4 ndeshje për sjellje jo sportive ndaj arbitrave. Komisioni njoftoi gjithashtu hapjen e hetimit disiplinor për incidentet në ndeshjen Partizani U18, Tirana U18, ndërsa rrëzoi si të pabazuar kërkesën e Kuksit për aktivizim të parregullt lojtarësh nga kundërshtari.